një përzierje përsosur e shkallësisë, fuqisë dhe inxhinierisë precize. Me një nga motorët më të fuqishëm, me 3 cilindra, ku brenda fshihen jo më pak se 400 kuaj fuqi. Ky është modeli më i ri i Toyota Yaris GR4. Yaris GR4 vjen me motor 1.6 litra, turbocharged. Ky motor është një njësi shumë e fuqishme për përmasat e vogla të veturës, duke ofruar një performancë të jashtëzakonshme për një makinë të kësaj madhësie. Para jush po prezantojmë Toyota Yaris GR, një veturë për adhurues të performancës, që çon gjithçka që na pëlqen me Yarisin në një nivel tjetër. Modeli që kemi sot është gjenerata e dytë e Yaris GR, një përzierje përsosur e shkallësisë, fuqisë dhe inxhinierisë precize. Yaris GR4 ka një sistem tërheqje me 4 rrota, shumë të sofistikuar, me mundësinë për të zgjedhur midis 3 opsioneve të shpërndarjes së fuqisë. Por me çfarë motori vjen ky model? Yaris GR ka një motor 1.6 litrësh me 3 cilindra turbocharged që japin 280 kuaj fuqi dhe 370 Nm, si dhe peshon vetëm 1300 kg, e ky raport jashtëzakonshëm fuqi-pesh e lejon Yaris GR që nga 0 në 100 km të arrijë në vetëm 5.5 sekonda, duke e bërë njërin nga makinat më reaguese dhe emocionuese në segmentin e tij. Për dallim nga gjenerata e parë e Yaris GR-it, Yaris GR i ri ka edhe ndërruesin automatik komplet të ri me 8 shpejtësi, si dhe ndërruesin manual. Kjo makinë ka një performancë të lartë dhe stabilitet në çfarëdo lloj rruge. Duke frymzuar nga suksesi Toyotas në kampionatin botëror të rallit WRC, Yaris GR 2024 përmban sistemin 4x4, pra tërheqjen me 4 rrotat, me performancë të lartë, duke ofruar manovrim dhe një stabilitet superior në gjitha llojet e rrugëve. Një makinë që ndihet sikur në shtëpinë e saj në çfarëdo lloj terreni dhe për këtë arsye, sistemin 4x4 të tërheqjes së kësaj veture mund ta selektojmë në vozitje normale, në pista të garave dhe si dhe terrene me zhavër. Nga modeli i parë, ky model vjen krejt ndryshe. Gjenerata re e Yaris GR vjen me disa ndryshime që nga brenda kanë shpirtin ngarues, nga pjesa mbrapa mund të veçohet drita LED që përfshin të gjithë pjesën e bagazhit, nga pamja para grilli është komplet i ri me një fokus në pjesën qendrore ku shihet mbishkrimi GR4. Interieri ka konzolin komplet të re, duke veçuar vendosjen e saj më në qendër, që për qëllim ka orientimin e saj nga shoferi, ekran e ri me Toyota Smart Connect, si dhe panelin digital, që varësisht nga metoda që vëzisim ndryshon edhe pamjen. Me çfarë konfigurime vjen kjo makinë? Kjo veturë është e pajisur me teknologjinë më të avancuar të sigurisë Toyota Safety Sense, që e gjejmë në shumicën e veturave të prodhuara nga Toyota, që tregon edhe një herë orientimin e brendit që të kemi një veturë sa më të sigurt. Toyota Yaris GR 2024 është një veturë trashëgimisë të Toyota Gazoo Racing apo divizionit të garave të Toyotës. Një veturë me një pamje mjaft agresive dhe sportive, e krijuar për entuziastë që kërkojnë më shumë se një veturë të thjeshtë. Është një kombinim perfekt i fuqisë, saksisë dhe pasionit. Këtë veturë mund ta gjeni me çmimin startues 65.000 euro dhe me garancionin Toyota Relax 10 vite apo 200.000 km.